Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 1050, Papa Leo IX mban sinodin e dytë të Pashkëve në Rom. 1661, Kina e dinastisë Ming pushton Tajvanin. 1665, artisti Gian Lorenzo Bernini niset për në Francë me qëllim ndër të tjera për të hartuar rinovimin e pallatit të Louvrit. 1672, lufta e Holandës. Louis i XIV i Francës lë Parisin për të bashkuar me ushtrinë e tij në Rocroi. 1770, eksploruesi James Cook zbulon Botany Bay në Australi. 1889, New York, një parad bëhet në nder të 100 vjetorit të presidencës së parë të George Washingtonit. 1916, pas 6 ditësh luftimesh, udhëheqësit rebelëve irlandezë u dorëzohen forsave britanike në Dublin, duke çuar në fund kryengritjen e Pashkëve. 1917, Giuseppe Benedetto Cottolegno shpallet i bekuar nga Papa Benedikti XV. 1940, Rudolf Höss është emëruar drejtori i parë i kampit të përqendrimit në Auschwitz. 1941, Greqi, Yorgos Tsolakoglu pason Emanuil Tsouderos si kryeministër i Greqisë. 1945, Adolf Hitler martohet me Eva Braun. 1946, kryeministri japonis Hideki Tojo dhe 28 politikan japonez akuzohen për krime lufte. 1955, Itali, Giovanni Gronchi zgjedhet president i Republikës së Italisë me 658 vota nga 833. 1961, Itali, Luciano Pavarotti debuton në botën e operas në rolin e Rudolfos në La Bohème në shtëpinë e operas në Reggio Emilia. 1965, Vatikan, Papa Pali VI boton enciklikën Mense Majo në lutjet për Virgjëreshën Mari. 1967, pasi Muhamet Aliu refuzoi thirrjen për shërbimin ushtarak, ju mor edhe titulli i kampionit. 1969, SBA, muzikanti i jazzit Duke Ellington merr medaljen presidenciale të lirisë. 1969, Alain Poher bëhet president i Republikës Franceze pas dorëheqjes së Charles de Gaulle. 1980, dëron jetë në moshën 80 vjeçare Alfred Hitchcock. Hitchcock është një regjisor dhe producent i filmit anglez dhe një nga kineastët më me ndikim dhe i studiuar gjërësisht në historinë e kinemas. 1981, Holland, një votë vetme het poshtë ligjin që legalizon abortin. 1997, Konventi i Armëve Kimike të vitit 1993 hyn në fuqi, duke përjashtuar prodhimin, deponimin dhe përdorimin e armëve kimike nga nënshkruesit e saj. 2004, SBA, dëgjimi i presidentit George W. Bush dhe zëvendësit të tij, Dick Cheney, për ngjarjet e 11 shtatorit 2001. 2011, dasma e princit William dhe Catherine Middleton zhvillohet në kishën e Westminsterit në Londër, një festë publike në Mbretërinë e Bashkuar duke paraqitur shumë aspekte ceremoniale. Ceremonia u ndoq drejt për drejt nga 10 miliona persona në mbar botën.